zgjedhja i Amerikani, ai buldozeri. E mbaj mend ka thënë gjitha studiot. Do vinë do votojnë ligjet, kokën poshtë, kartonin lart, edhe i talltë, ëh. Në 2019. Edhe ndodhi ashtu. Në 2019 thoshte vitehet pa loka, thoshte po ka zgjedhjen lokale, se ata nuk hyn, unë nuk merrem më me politikë. Është deputet Edi sot, apo? Rama dilte dhe thoshte erdhët serdhët zgjedhje, se nuk po ta mohon njeri drejtën për të garuar. Është zgjedhje. Dhe pas Ramës bëshin zgjedhjet dhe dilte fliste Amerikani me syze dhe me mjekër, si e kishte ai i ardhur. Palmer i famshëm që thoshte njohim zgjedhjet, thoshte. Pas kësaj Rama si thoshte doktorit me dashte kalon ti oqeanin. Del lajmi doktorit në Brata. Pas kësaj ndodhi tërmeti që nxorri Rama dase në 20 tetor u bllokuan negociatat. Pas kësaj ka dhe gjë tjetër. Pas kësaj Rama tani në 2025-ën, nja 4 muaj ishte zhduk komplet. As parlament, as kund fare, ishte heshtje. Dhe del dhe flet në parlament me një siguri kështu absolute, një lloj si a e kalon me dasht oqeanin apo ndash hajden ndash mos, flet që po erdhët ju mi bë reformat, mirë. Po s'erdhët, po aq mirë. Ju që bërtisni që mua do marrin si Madurën, po, do shkoj vetë deri në Washington dhe atje do më shoqërojnë për të më çuar shpinë e bardhë. Tani këto gjërat kësaj natyre, ai i thot, nuk i ka mbyll hesapet. Nuk i thot, nuk më tregon e shkuara mua që ky luan bluff. Kur luan me amerikanët ai herë, pra për gjëra që janë të rëndësishme dhe ku futet dhe Amerika në rëndësinë e gjërave, ai nuk ka menderet përballët me Amerikanët. Ai që ka menderet përballët, që është përballë dhe ka fitu, quhet Sali Berisha. Dhe që mund të jetë jo lajm për të diskutuar se s'është diskutuar. Shiko, po t'ishte për punë ndryshime që fletë Flogerti, këta e kanë pasur mundësinë tani sepse për ndryshime në kodin penal. Pra, po të kishin dashje këta që të kundërviheshin totalisht pakut, bënin ndryshime të qëndësishme tani për t'ja ulur më vepra penale në kodin penal edhe ta zhvlerësonin shpërdorin e detyrës, korrupsionin e historiale. Përkundrazi, sepse është folë shumë pak, se gjithë njerëzit janë marrë me atë shpifjen, heqen dekriminalizimin e shpifja dhe me makinën. Jo. Gjëja më e rëndësishme që ka dhënë për kodin penal është pika 7/28 të kodit penal. Që është dhe ti në qoftë se je nesër i penduar i drejtësisë, jo domosdoshmëri, nuk merr ti marrëveshje për ulje dënimi. Të ta them më shqip. Nureddin Dumani është i penduar i drejtësisë. Po. Me këtë ligjin e ri, ai në qoftë se do i kallëzonte ose spiononte krimet shokët e tij, nuk do mirte nga drejtësia shqiptare ulë dënimi 20 vite, po 10 vite apo 15 vite se varet se çka ka bërë. Dhe këta zotrinj që ta kuptojnë shqiptar, nuk e kanë bërë për kriminalet, e kanë bërë për veten e tyre. Po i thot tani në punësit publik, mos e denonco më kot ose mos fol kot kundër shefit tënd apo kundër ministrit apo sepse sido që ti puna nuk e për të përfituar nesër në gjykat. Dhe ai thot po mirë, thot kush përfito ka mund po më mirë më mirë me shefin. Pra nuk ka më Ina Goxhaj që flet kundër Erion Veliajt. Apo nuk ka një personazh tjetër që flet kundër Belinda Ballukut. Dhe kjo është vrastare ormik, po se kanë pa njerëzit, se njerëzit shikojnë parkimi dysh apo gazetarët. O zotri, këta kanë hequr me liq kanë hequr. Kodi procedurës nuk e rregullon këtë? Jo, është me kod penal, e kanë rënë që pikën 7, në 28 e kanë bërë këtë gjë, Floger, dhe e kanë bërë në atë mënyrë, sepse nuk e kanë bërë i kanë hequr privilegjet të penduarit, po jo të drejtën për të qenë i penduar. Po bëhe për qefti këta. Jo, pyeta. Këtë ka. Bëhe për hakikat zotit. Pyeta për të sqaruar. Po bëhe, po kush e bën ata ashtu? Se unë bëm spion apo lidhje me shpërndorimin e detyrës avokat. Ai është merr fare burr. Vazhdo të mbetet siç ishte. Sepse ti shpërdorimin e detyrës ti e ke 1/7, që ti shpërdorimin e detyrës të marrë vlerë për spakun dhe gjykatën, minimumi nuk duhet ta ketë 1 vit, duhet ta ketë 3 ose 5, me qëllim që këta njerëz ta dinë shumë mirë që po bëre shpërdorim të detyrës do shkosh në burg.
Po kaq ka qenë, nuk është se këta e dekriminalizuan siç para. Problema ajo çështja e gazetarëve ishte Denisi punon tek ajo ai, Pasin gjë më nuk kam bërë, po thënë një ditë. Kjo unë nuk e di kjo që thua ti, po lexoja më. Jo, është fakt. Lexoja. Është hequr. Po se s'ka një lloj, nuk ka sens se aty bashkëpunuesi, kjo është motivi që e shtyn bashkëpunuesin. Po fiks, po nuk e ka bërë për ata kriminalët, dhe një po të them. E ka bërë vetëm për veten e tyre, për asajën e tyre, më i thot nën punësit, atje të këvos. Nuk do përfitosh asgjë. Do përfitosh asgjë, po vajte më denoncove këtë tender mua. Për krimin ekonomik thua, jo për krimin e korrupsionin në vetvete më. Për çdo gjë. Kjo është merr më benefite. Kjo është. Dhe tani kush bëhet i penduar nëse u smar benefite nga kodi? Normale. Pra e kupton se çka kanë bërë apo se kupton? Dhe edhe shohin që po bien vetë, pakën ta marr me vetë. Po doja s'ka thënë asgjë. Atë se ma morë nga goja, do jetosh më gjatë se unë. Dhe e bukur është që mi që votuan 3 natës, edhe se tha Braçi, ata 3 veta e morën vesh që votuan. Ata tjetë se kuptuan dhe ka drejt Braçi aty. Po mima, po kjo opozita ditën tjetër, që ka një lukuni juristësh. Po e kanë bërë. Na çovete opozita. Po një sekond, se vështoj. Mbas ata shpresojnë që të jenë nesër zyrtar dhe do përfitojnë nga Denis, e fundit situata në opozitë. Almer Toska, kolegu jonë që cilin e përshëndesim, paremron se ka një dakordsi që Berisha dhe Adriatik Lapaj kanë rënë dakord për të qenë, le të themi, pjesë e një koalicionit të madh. Toska thot gjithashtu që Partia Demokratike do t'i ngrejë një çadër Lapajt për arsye që kur ta kem Almerin këtu da diskutojmë. Si e vlerëson në fakt duhet se ai shkreti u ftok, ka 2 muaj që rri jashtë me gjithë simpatia. Si e vlerëson këtë lëvizje nga pikpamja strategjike e Sali Berishës, në kuptimin që po tenton që t'i japi një frymëmarrje Partisë Demokratike. Me sa duket doktori ka gjetur, le të themi, një frymëzim tek Adriatiku, i cili për vërtetës vazhdon një protestë pas një lloj sensi, por megjithatë punë e tij, se të protestosh natën tek Godina Bosch nuk ka asnjë lloj sensi. Ndërkohë, sa që proteston PD-ja, spostohet Adriatiku dhe i hap rrugën doktorit. Tani kjo aleanca mes Berishës dhe Adriatik Lapajt është e vërtet, domethënë? Nuk e di nëse është e vërtet, po unë përveç se do t'i uli akoma më shumë radhët Adriatikut, nuk fiton, nuk sjell asgjë. Pra nëse Adriatiku kishte 60.000 votues dhe ishte një rezultat jashtëzakonshëm për një parti të re, tani në zgjedhjen e radhës dhe e pam bile konkurrojnë në një bashkim mos gaboj, po në Trik. Në zgjedhjen e radhës Adriatiku do rrudhet, sepse është fenomen që nuk ka. Në ç'kuptim është fenomen? Shiko, në momentin që ti je parti antisistem dhe antisistem do të thotë je kundër 2 pjesëve të sistemit. Dhe ti shkon bëhesh pjesë me një sistem dhe humbasësh ato votat që i more si antisistem. Tani, pyetja ime është kjo. Adriatik Lapaj, me që folën për sistemin zgjedhor, duhet ketë vetëm një kërkesë për PD-n. Zotëri, meqense ti sfiton dot kur zgjedhet si parti e vetme në këtë vend. Hape sistemin zgjedhor dhe ka vetëm një mënyrë për të hapur sistemin zgjedhor, që është proporcional kombëtar. Pastaj me listat hapur, me listën mbyllur s'ka shumë rëndësi. Dhe që do të thotë, nëse Adriatiku merr 7% të votimeve në shkallë kombëtare, duhet përfaqësohet në parlament me 7%, 6-7 deputet sa janë. Sa i bie. Kaq. Dhe nëse Adriatiku nuk e merr këtë koncesion, që është koncesioni vetëm për cilin ai duhet luftoj, bashkëpunimi i tij me PD-n nuk ka asnjë lloj kuptimi. Pra, përderisa PD-ja, unë nuk e kam dëgjuar nga asnjë deputet i PD-s që të shkojë te ky variant, i cili në një farë mënyre do kishte qenë varianti më i mirë edhe për Shqipërinë, sepse sot minimalisht po të kishim këtë variant, Rama do kishte jo më shumë se 73 mandate. Aq i bie. Me një 51% që ka marr, do merrte 72-73 mandate. PD-ja do merrte më pak se çka tani, po është ajo që thot Frogerti do të ruaj monopolin uniparit i dyti. Por Partia Demokratike edhe duhet ta kuptojë Redi tani, nuk i bie të murit me kokë.
Në ç'kuptim me këtë sistem. Apo i kërkon shoqëria që të hapet, apo i kërkon Po pra, po hapesh me kod zgjedhor, Redi, nuk hapesh me fjalë. E vetmja mënyrë për të hapur sistemin politik është vetëm kjo, s'ka tjetër. Nuk ka, nuk di unë, as sistemi majoritari pastë nuk e hap. Se ajo do jetë përplasje mes dy të mëdhenjve. E vetmja mënyrë është kodi, sistemi që ka Kosova. Sigurisht aty mund fitoj Rama prap me 53%, por ama do kemi forca të reja politike. Dhe e mira për shoqërinë tonë është kjo, që duke hapur kodin, do ketë dhe njerëz të rinj që do stimulojnë vetveten për të futur në politikë. Se me këtë sistem që ne kemi, vetëm Adriatiku që ose do futet tek kjo është fuqizohet Adriatiku dhe dobësohet PD-ja. PD-ja nuk do ta lejonte kurrë këtë. Po do të funksionojë në formulën. Atë çka kuptimi ka? Do funksionojë në formulën që po funksionon me partitë e tjera, ku cila që të marrë një mandat do bëhet pjesë e siglës Partisë Demokratike, për sa kohë nuk janë as koalicione. Do jetë pjesë e 50 deputetëve nesër. Po mirë le të jetë. Me një numër të caktuar. Po e kanë atë zonjën, pse se merr PD-ja në grup atë? Zonjën e avokat e partisë. Si e shikon këtë lëvizje të Sali Berishës? Për Sali Berishën është lëvizje zgjuar sepse shpërfituron ose le të thënë shkrin edhe ata të cilët bëjnë opozitë opozitës. Teorikisht po flas gjithmonë sepse ata janë opozitë, më së pari janë opozitë Ramës, më së pari. Sigurisht unë e shoh të përshpejtuar idenë, domethënë që hajde të mblidhemi tani të bëhemi bashkë, në rast se nuk ekziston ajo ideja që këta e ngrenë gjithmonë, që neve do nisi këtë aksion politik, sepse shumë shpejt mund të krijojmë me këtë lloj aksioni politik, mund ta detyrojmë Ramën për qeveri teknike. Këtë nuk e shoh. Pra, nëse do jetë ky verb, nuk është ky objektivi. Jo, ata më këtë kanë, po unë nuk e shikoj se arrin këtë gjë. Dakor, po çfarë po tentojnë të arrijnë se thjesht kërkojnë domethënë që në një mënyrë apo në një tjetër të faktorizojnë veten e tyre brenda kësaj opozitës. Por edhe nëse është kjo ret, për mendimin tim është shumë le të themi shumë e afërt kjo ideja, sepse zgjedhjet ti i ke në 2029, nuk i ke nesër. Ti 2027 nëse do të kandidosh për bashkitë, të ndalon as Berisha as Rama që ti nxjerrësh kandidatë këtu. Koha për të nisur koalicionet e mëdha që të japin një produkt më pas. Unë qëndroj gjithmonë tek ideja, koalicioni nuk bëhet duke u takuar për me pi kafe me. Koalicioni do të thotë o zotëri nderuar mbi baza faktike. Dhe këtu nuk e nevojë me bot teori. Fare, zero. Çfarë duhet sa opozita e cila të shkojë dinjitoze nesër pas nesër, jo me llafe, unë kam programin e mi e ti ke të keq. Për ty program qytetari shqiptar. Qytetari shqiptar do vota e tij të numërohet një lloj. Qytetari shqiptar do t'i shikoj gjithë bashkë aty, po jo këta të shahen në mëngjes dhe të përqaputhen darkë. Se s'ka kuptim kjo histori. Prandaj po them, dhe këtu e vetmja gjë është kodi zgjedhor zotëri nderuar. Territoriale dhe kodi zgjedhor. Dhe këtu është loja e Partisë Demokratike. Pikë. Në rast se Partia Demokratike është e sinqert dhe do që ta diskutojë, hajdeni këtu pro, ne do bëhemi gjithë bashkë. Do bëhemi bashkë, po çfarë kodi zgjedhor do diskutojmë? Po si më mund ta japi Partia Demokratike? Atë pse i kërkon atëre? Pse i kërkon atëre? Po është e panatyrshme ti kërkohet që të fuqizojë ty dhe të dobësoj veten. Po çfarë më kërkon Ored? Po jo, po pse më kërkon atëherë? Unë po mbaj pozicionin tim, unë prandaj ka çati. Planon shpytja. Ora, edhe e fundit e mbylla fare, sepse pashë Elvis Eliani këtu. Tani PD-ja e paska përkollaj të ulet me Alternativë Klapajn, edhe qoftë me Arlin Qorrin madje, se edhe atje i than po dojle të vini e ulemi. Por dhe në ana tjetër, kur del një demokrat antar kryesie për të bërë takime, sa takime po bën ai zotëri aty, e shpallin non grata, vetë përjashtuar thotë. Ora këtyre mjafton që mos u lëvizë karrika e tyre. Mos më cëno karrikën time, pastaj për te karrikën time, hajde më bëju vasali imi sa të duash. Po ama po më cënove karrikën e Mulit, të Albanës, të doktorit po asari. Çfarë garanton Berisha me këtë lëvizje? Asi gjë më opozitën e opozitës tani. Floket, si e lexon si lëvizje, çfarë mendon se do të prodhojë, kush është objektivi i Sali Berishës dhe çfarë do të realizojë? Tani përtej moralit edhe këtyre historive që jo po duhet hap sistemi, jo po duhet mbyll sistemi që i dim që duhen bërë, edhe Partia Demokratike, siç po thoja më herët për Ramën që është palë dhe kjo është palë. Dhe fakti që ne kemi sot parasysh që po, Partia Demokratike është opozita më e madhe
parlamentare dhe reale në terren që Shqipëria ka. Alternativa e pushtetit. Bravo. Kështu që në këto kushte, cili është synimi i gjithë këtyre partive opozitare, aq më tepër i Adriatikut që është në shesh. Sa ai është më ekstremi nga gjithë opozita. Pra ka marrë hapin më radikal nga gjithë, nëse mund ta quajmë radikal. Në një farë mënyrë është një lloj proteste të vazhdueshme para kryeministrisë. Ai po e rrezon Ramën. Të rrezojmë Ramën. Ai po e rrezon më para se PD-ja. A është qëllimi ky se Qori për shembull nuk po bën një akt që tregon që po shkon drejt një radikalizimi të aksionit të tij, apo Shehaj. Shehaj mbledh firma për SPAG, i vetmi që po e bën këtë luftë reale, e ndjekin se ndjekin njerëzit, nuk ka rëndësi, po flas për aksionin. Është ky. Atëherë, ti zotëri, nëse e ke qëllimin strategjik të njëjtë me partinë e madhe, që është Partia Demokratike, duhet shkosh atje, jo të vija jo të ti. Se është i madhi. Kupton ti? Normale. Si i tha Trumpi Ramës hajde, dhe Rama i tha jo, po deshte hajde ti këtu, se unë zvija ti të bordi paqë, do bëjë një bord këtu me Elisën dhe me, ku diun, me Albana Koçiun. Jo, pra, ke qëllim strategjik njëjtë me opozitën. Shko te opozita e vërtet, dhe po arritet të bindesh ata që të kanë votuar dhe je i besueshëm që ti nuk i traston interesat e tyre për sjell për shembull Berishën pushtet, por do të rrezosh Ramën dhe ky është instrumenti, shko dhe bëje. Kështu që në këtë kuptim doktori po vepron drejt dhe ai Adriatiku nuk duhet. Po Adriatiku si po vepron? Se këtu e kisha nuk duhet kompleksohet fare. Duhet shkoj thotë. Duhet shkoj patjetër. Okej. Kanë filluar të thonë jo po çfarë fiton dhe çfarë humb. Ai do ju tregoj të gjithëve Adriatiku në këtë rast që ka pasur të drejtë kur është thënë, po me këtë duhet fitojnë mbi Ramën, domethënë kuptohet. Ta bëjnë Ramën të dërzojë armët dhe të çojë zgjedhje qeveri teknike, që ka pasur drejt nga këta të vegjëlit e tjerë që duhet bashkuar opozita. Se këta nuk pranojnë. Për shembull kam dëgjuar Gon Shehaj thotë në mënyrë absolute se duhet po. Arlin Qori jo, po këta pranojnë. Cili do jetë fati i Shehaj, do vazhdoj të rinë në këtë lloj pozicioni se fati i Shehajt do jetë do jetë si paralel me fatin e ekonomisë që ai do ketë. Nëse do ketë ekonomi, buxhet për ta përballuar opozitarizmin, do vazhdoj. Kur mendoj që nuk ka më kuptim të harxoj paratë mia. A vendos në pozitë vështirë kjo lëvizje e lapajt? Jo, unë them që Shehajn për mënyrën se si është sjell. Shehaj do përfitojë nga ky bashkim. Bravo, do përfitojë sepse risku është ky, që se ndryshe ajo është ajo që duhet bërë, ndryshe ndodh. Risku është që njerëzit që kanë votuar dje për shembull për Lapaj, kanë votuar kundër Ramës dhe Berishës. Nëse Lapaj do shkojë tek Berisha, risku është që këto të mërzitur do shkojnë te ata që vazhdojnë të jenë kundër establishmentit. Dhe më i afërt i është Shehaj, sepse është i djathtë, nuk është komunisti që e perceptojnë. Kështu që po gjithsesi, kjo për Lapajn është një instrument i mirë se ka ngec aty. S'di ç'të bëj. Nuk di ç'të bëj dhe kjo është një rrugdalje për të. E kupton? Pastaj e rregullon prapë burr, del prapë kundër doktorit, po del Tritanis, po del ka Jo, rrugdalje për shkuar ku? Jo, po askund më burr që kodë burr me sal. Çfarë roli do të marr nesër tek tavolina e madhe e opozitës? M'fal. A do jetë Lapaj numri 2 i opozitës? Pyetje retorike. Kjo është pyetje e madhe. Kush ja ka bër? Ja, t'ja themi pyetje. Shpazo Lapaj se më ta themi pyetje përgjigjen. Kush kanë qenë 2-3 njerëzit më tash për ndaj doktorit në luftën Basha-Berisha? Mi e përgjigjet lutem. Gazbardi? 1. Ai Gron Gjekmarka? 2. Dhe Ali Beaj 3. Ali Beaj s'është Gjekundi, këto 2 tjerë janë nënkryetar partie. Kaq. Jo, unë vetëm diçka të shtoja te kjo që Agron Shehaj e bëri një gabim ose një tentativë gabimi, po fati e deshi që mos bëshin zgjedhje në Tiranë dhe këtu edhe nga eksponentë të kësaj partie që kam folur, edhe ata janë mendimit dhe janë shprehur që ai ka qenë një moment gabimi bashkëpunimi për Bashkinë e Tiranës dhe që do thotë qëndrimi i tyre është të jenë sa më vetëm në raport me 2 partitë të mëdha. Në momentin që do mbajnë të linj, atë do t'i marrin mbështetësit
Adriatik Lapa dhe këtu Agronshe është javë për ta përdorur se kanë pasur një konflikt para zgjedhjeve dhe ai do të thotë ja ky njeriu që menduat që ishte anti-sistem, shkoi te sistemi. Prandaj them që dy partitë e mëdha kanë shumë kollaj për të zhbërë partitë e reja nëse ato nuk qëndrojnë konsekuente qëndrimeve të tyre. Kjo po ndodh me Adriatik Lapën, nëse ai bashkohet, unë nuk jam dakord me Flogerdin që Berisha po bën gjën e dur, por nuk jam dakord me Adriatik Lapa nëse shkonte PD-ja, sepse është lëvizje politike. Po ku shkojë? Po atë, po një sekondë. Ku shkoj? Tesh njerëz nuk ka. Vjen të bëj pyetje. Njerëz në shesh nuk ka. Kam një përgjigje. Agronin nuk e pranon. Arlindin nuk e pranon. Ku të shkoj më burr? Në shtëpi më po në shtëpi se ka 2 muaj aty shkreti. Politikisht po them unë, po jo se ka vaj. Pa tani ka vaj në shtëpi, po nuk mund të vazhdo të biesh të bësh politikë duke i rënë murit me kokë. Tani nuk ka kuptim. Sa është zgjuar nga ana e Berishës, Denis? Po sepse Berisha Redi Këmbgul do të kesh përgjigjen që do Jo, sigurisht që po, se prandaj jemi këtu për. Berisha do të çmontojë çdo element që ka jashtë gardit dhe ky njeri mund të konsiderohej nesër një, ashtu siç ju thatë, po unë nuk e shoh numri 2, po një zë origjinal. Minimalisht mediatikisht ai e ka arritur këtë, po tani po humbet terren. Tani po humbet avokat. Po humbet su. Më tash. Po çfarë do të them tani në këtë fund, ju e merrni seriozisht këtë histori apo? Si merr seriozisht, është lëvizje që ka 2 muaj e gjysmë tjetër atje në Shqin Breshër. Po pra, nëse qani hallin vetëm se si ta fusim Adriatiku brenda, më intrigoj shumë për sa të marrë veten Leonari, më intrigoj shumë ai pozicioni numri 2 në opozit. Tani me këtë që ke thënë, do mërzitet shumë Gazbardhi, do mërzitet shumë Flamun Noka, do mërzitet kush është tjetër aty. Diskutojmë edhe këtë tema. A do ta pranoj Partia Demokratike? Se ka pat akuza vazhdimisht nga eksponent Partisë Demokratike. Po e pranoj doktori, do e pranoj dhe ata të tjerë do bëjnë. Adriatiku, ndryshe nga të tjerët, jam serioz këtu. Ndryshe nga të tjerët, pra nënkuptoj Shehajn dhe Qorin, Adriatiku kur pyetet vazhdimisht e kam patur dhënë përballë për emra, nuk nxjerr gjys fjale as për Ramën, jo më për doktorin. Është korrekt politikisht, flet për o zotëri, flas për fenomenin, unë thot ai. Këta, pra nuk flet me emra, e pranojnë demokratët patjetër. Nuk, domethënë demokratët kanë pranuar Gazin që i thoshte doktorit ke vra në Gërdec, dhe Jack Marken që thoshte djali i doktorit flet në New York 13 euro nata, dhe vjen na bën neve sikur bla bla, dhe nuk pranokan Adriatikun. Çfarë bën Adriatiku? Çfarë bën Adriatiku? Ai vati po sakrifikon? Asgjë më zotëri. Si opozitar që si avokat mund të jetë avokati disa protestuesve do ishte në fier me çfarë si njoftim. Nuk e di sa e vërtet është. Saliani po vazhdon agjendën e tij, nuk e di domethënë se çfarë synimi, ku është qëllimi i tij, sepse nga ana tjetër unë besoj e kam bindje të plot këtë që ajo është parti private e Sali Berishës dhe aty ndodh çdo gjë vetëm çfarë do Sali Berisha. Dhe nëse Sali Berisha të thotë që Saliani nuk është më nesër antar i Partisë Demokratike, antar i kryesisë, ai nuk mund të jetë. As ai, as kërkush në këtë botë, të paktën brenda Partisë Demokratike. Kështu që unë e kam bindje, Sali Berisha është aty, nuk ka ndërmend të ikin, nuk ka dhënë asnjë lloj sinjali që do ikin, do jenë zgjedhjet e majit tani, do kandidoj prap. S'ka për dal njëri kundër Sali Berishës për të kandiduar aty, se edhe sikur të doj Saliani nuk do ta lejojnë që të kandidojë. Do ta lejojnë të kandidojë. Po më e mend, ata ai i tha herën e fundit të Flamuri, i tha është vetë përjashtuar tha si antar. Ti ke bërë çik parti, jetë partie, antar ku përjashtohet si antar kryesie ke mërdhi vlla. Kur të përjashtojnë si antar i thjesht, imagjino domethënë se ta kanë hedhë tesën det. Si shikon deri tani lëvizjen e Salianit? Saliani, po mundohet. Një fjali nisur me që po flasim për opozitën. Prandaj të thash unë që për të bërë politikë në këtë vend është pothuajse e pamundur dhe me kushtet që po flasim. Pra ose do futesh te PS-ja ose do futesh te PD. Pjesa tjetër është pothuajse sakrificë e madhe. Jo, një fjali e kam unë. Ervini do ta pyesi mirë me nderën me këtë që po bën, sepse po merr veten qafë.
të jesh kundër Berishës është një gjë, po të jesh kundër Berishës dhe të kesh dhe njerëz nga mbrapa është rrezikshëm. Ky është gabimi i madh, se mos ti ishte fillikat nuk do i thonë gjë ata ore. Nuk e thash, nuk është për çështje. Jo më dakord. Ky është problemi. Murrizi nuk e thak batutën më të fortë ka dhe Murrizi në një më burr. Është Neni Basha, po është dhe Neni Muli o burr. Është Neni që po mlodhe shumë njerëz nga mbas, të zë Neni Muli të vëlla. Përjashtohesh nga partia. Po se kam vetëm për përjashtimin, po gjithsesi. Dakor, e kuptova. Vetëm me përjashtimin. Amin. Amin. Avokat falenderoj Flogert, Denis Nejsi. Të nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka kemi përgatitur për ju sonte nga Uret Varaku. Natën e mirë.